Yexhuj me Xhuxhët, tmerri që do të përfshi tokën. Në mesin e shenjave më të mëdha të fundit të kohës, një nga tregimet më të ronditse dhe më të fuqishme është ai i Yexhuj me Xhuxhëve. Këto krijesa përmenden në Kur'an dhe në hadithet autentike të Muhamedit, paqja qoftë mbi të, si një popull i madh, i shumët në numër dhe shkatërrues, që do të dalë në fundin e njerëzimit. Yexhuj me Xhuxhët janë nga pasardhësit e Ademit alayhis salam, pra janë njerëz në origjinë, por me natyrë të egër dhe shkatërruese. Në një kohë të lashtë, ata përhapën korrupsion dhe dhunë në tokë. Për shkak të kësaj, u izoluan pas një muri të fortë, një strukturë e ngritur nga një sundimtar i drejtë, i përmendur shkurt në histori, por që në këtë rrëfim mbetet në sfond. Kjo pengesë e përshkruar si një mur i fortë prej hekurit dhe materialit të shkrirë, i mban ata të bllokuar deri në kohën e caktuar nga Allahu. Por historia nuk mbaron këtu. Sipas haditheve autentike, Yexhuj me Xhuxhët përpiqen çdo ditë të hapin një rrugë përmes këtij muri. Ata gërmojnë edhe punojnë pa pushim, derisa afrohen shumë pranë daljes, por çdo herë në fund të ditës ndalen pa thënë nëse do Allahu, dhe kur kthehen ditën tjetër, e gjejnë murin përsëri të paprekur, sikur nuk është prekur fare. Kjo vazhdon për një kohë të gjatë. Derisa një ditë, kur të jetë caktuar nga Allahu, ata do të thonë, do ta vazhdojmë nesër, nëse don Allahu. Dhe atëherë, për herë të parë, do ta gjejnë murin ashtu siç e lanë dhe do ta çajnë. Kjo do të jetë fillimi i një epoke tmerri. Ata do të shpërthejnë mbi tokë si një vale pa kontrollueshme. Numri i tyre është i madh, aq sa për çdo njeri thuhet se do të jenë shumë fish më tepër prej tyre. Ata do të përhapen në çdo drejtim, duke shkatëruar gjithçka që u del përpara. Ata do të pinë ujërat e liçeneve dhe lumenjve. Në hadithe përmendet se kur grupet e para të kalojnë pranë një liçeni, do ta pinë të gjithë ujin, dhe kur të vi grupi tjetër, do të thotë: tu dikur ka pasur ujë. Toka do të mbushet me frikë. Njerëzit nuk do të kenë mundësi t'i përballojnë. Asnjë ushtri, asnjë fuqi toksore nuk do të mund t'u rezistojë. Ata do të vrasin edhe shkatërrojnë pa mshirë. Rend, ligje dhe siguri nuk do të ekzistojnë më. Madje në kulmin e arrogancës së tyre, ata do të drejtojnë armët e tyre drejt qiellit. Do të hedhin shigjeta apo mjetet e tyre lart, edhe kur ato të kthehen, do duken sikur janë të mbuluara me gjak. Ata do të mendojnë se kanë pushtuar edhe qiellin, por kjo është vetëm një sprovë. Në atë kohë, Isa alayhis salam dhe besimtarët do të jenë të strehuar edhe të mbrojtur, duke ju lutur Allahut për shpëtim. Ata nuk do të përballen drejt për drejt me Yexhuj me Xhuxhët, sepse kjo është një sprovë që nuk mund të përballohet me forcë njerëzore. Dhe pastaj do të vi fundi i tyre. Allahu do të dërgojë një lloj krijese shumë të vogël, si krimba apo insekte, që do t'i godasin në qafë. Brenda një kohe shumë të shkurtër, ata do të vdesin të gjithë një herësh. Një ushtri e tërë e shkatëruar pa luftë. Por pasojat do të jenë të tmerrshme. Toka do të mbushet me trupat e tyre. Era e rëndë dhe kalbëzimi do të përhapet kudo. Njerëzit nuk do të mund të jetojnë në atë gjendje. Atëherë Isa alayhis salam dhe besimtarët do t'i drejtohen Allahut me lutje. Dhe Allahu do të dërgojë zogj të mëdhenj që do t'i marrin trupat e tyre dhe do t'i hedhin larg. Pastaj do të vijë një shi i madh që do ta pastrojë tokën, duke e kthyer atë në një gjendje të pastër dhe të qetë. Historia e Yexhujve dhe me Xhuxhve është një paralajmërim, një kujtesë se fuqia, numri dhe dhuna nuk mund të sfidojnë vullnetin e Allahut, dhe se edhe sprovat më të mëdha kanë një fund. Nga një popull i izoluar pas një pengese të pathyeshme, tek një shpërthim që trondit botën dhe një fund i papritur nga krijesat padukshme. Rrëfimi i tyre mbetet një nga historitë më të fuqishme dhe më të frikshme të përmendura ndonjëherë.